Me entuziasm dhe kurreshtje, po i shijojnë pamjet në këtë hapësirë. Përmes syzeve 3D, fëmijët e Prishtinës po e shijojnë botën ujore e galaksinë në Deep Space 8K. Ndjesia duket reale. Këtë jemi në Deep Space Kosova, unë këtë shumë jam kënaqur dhe arsyeja pse i kam syzet, sepse këtë në televizor është një mënyrë 3D që i shohim scenet reale dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, si me peshqit dhe çfarë bukurie ka qenë ndaj vetëm një projektori. Këtë ku morë në Deep Space, më ka pëlqyer shumë, më pëlqeu eksperienca dhe aventura në këtë vend. Kam qenë në një vend të tillë në Budapest, ishte shumë fun dhe shumë mirë, dhe mendoj që Kosova ka nevojë për një vend të tillë këtu. Unë kam marrë këtë për me vizitu si është bota nën ujë dhe si duket dielli. Më ka pëlqyer shumë bota nën ujë se kam pa peshq dhe më ka nduk shumë real, edhe kam pa një balenë që më ka pëlqyer shumë edhe ajo kon pjesa jeme e preferuar në këtë aventurë që e bëra. Kjo është një hapësirë e re në Prishtinë, në objektin Ngërmia në Shqeshin Skënderbeu. Eksperienca ime këtu ishte shumë interesante dhe shumë reale. Unë mendoj që Prishtinës i vijnë më shumë vende si kjo, sepse ishte shumë interaktive dhe shumë e këndshme për me pas një eksperiencë këtu. Mu ka pëlqyer shumë kjo eksperiencë që u kon 3D, edhe deti, se mu shumë pëlqen deti. Për mu kjo është hera parë që po e vizitoj një vend tillë. Mu ky vend shumë ka pëlqyer sepse ka qenë interaktiv edhe ka qenë shumë real. Unë mendoj që Kosova ka nevojë për shumë vende si kjo. Kam pëlqyer që kjo shumë eksperiment, më ka pëlqyer shumë, hajde i dua krejt. Drejtori i Shërbimeve Publike, Luftar Braha, jep më shumë detaje rreth kësaj teknologjie moderne, e cila ka ardhur në kryeqytet. Deep Space Prishtina është një sistem gjithëpërfshirës ose përfshirës, jetojnë immersiv në gjuhën anglisht edhe nuk përgjej dot një term shumë adekuat me përfshi, po përfshin mrena hapësirës, përfshije njerëzit edhe ka një ndërveprim mes njerëzve dhe hapësirës dhe përmbajtjes. Në Deep Space përgatiten përmbajtje të ndryshme si astronautike, fizike, ose të mjekësisë, ose të oqeanisë, të biologjisë, mundet mu paraqit prej diellit e kozmosit deri te qelizat edhe atomet më të vogla, me i pa në një formë, në një botë virtuale, në cilën të rinjtë tonë do ta kenë mundësinë me shiju dhe me kriju përvoja të tilla që besojmë dhe vizioni jonë është i tillë, që i çon drejt një zhvillimi shumë më të lartë dhe një përgatitje për një treg jo rajonal, po ndërkombëtar. Prishtina është vendi i 4 në Evropë që ka arritur të sjellë këtë teknologji. Deep Space ka ardhur në Prishtinë, është finalizu puna ka një vit që ka fillu si proces, është një proces, një projekt i përbashkët mes komunës së Prishtinës dhe UNDP-s. Është vizion i kryetarit komunës Prishtinës për me pru teknologjinë dhe artin dhe edukimin dhe me i fut mrena institucioneve dhe ndërtesave kryesore, trashëgimisë kulturore të qytetit, për me ofru qytetarëve, sidomos edhe të rive, këto hapësira dhe këto teknologji. Një punë e përbashkët e jashtëzakonshme shumë e madhe. Ars Elektronika është prodhuesi ose edhe shpikësi i këtij sistemi. Sistem që në Evropë është vetëm 4 vende, sot na jemi vendi i 4, ka diçka pak më shumë se një javë që ka fillu puna. Jemi vendi i 4, është Zagrebi, është Budapesti, është Linzi në Evropë. Do të ketë edhe vende tjera në të ardhmen, po dhe në botë nuk janë shumë vende të tilla që e kanë këtë teknologji dhe këtë mundësi. Sa kanë? Ka kushtuar rreth 2 milion euro. Ky vizion do të jetë i përhershëm në Prishtinë, por në këtë lokacion do të jetë vetëm deri në Mars. Ky do të jetë i përhershëm, lokacioni nuk është i përhershëm, është i përkohshëm sepse është i menduar dhe i dizajnuar për të shkuar te Artekt Ulltoria, te një qendër e re inovacione që po krijohet në Prishtinë, ku do të jetë qendër
e kulturës dhe inovacionit, ku do të lidhen rinia, njerëzit e artit dhe teknologjisë të kulturës me një hapësirë të përbashkët. Normalisht aty është edhe ma e shashme për të rritë që janë më të afërt me teknologji të tilla dhe me përmbajtje të tilla. Programet të ndryshme janë në dispozicion të qytetarëve, duke përfshirë këtu edhe pamje të vjetra, mija vjeçare të diellit të marra nga NASA. Programet të cilat ne i kemi në dispozicion janë programe të ndryshme, janë programe që i kemi me abonime me BBC-në, me NASA, me disa prej ofruesve të programeve të tilla. Ajo e diellit është një program i NASA-s, është dielli i monitorum në periudhë 4 vjeçare, të pandërprerë, dhe normalisht i përshpejtum, po jep një pasqyrë të diellit, domethënë jep ato stuhi diellore, lëvizjet, erupsionet brenda diellit, gjithë atë gjallëninë që e ka vetë dielli brenda, e jep në një mënyrë shumë vizuale, jashtëzakonisht shumë reale dhe shumë të afërt, diçka që na nuk e shohim me sy, ose edhe me përcjellje, edhe me i përcjell vetë nuk më rri me i pa nëse nuk ish ofru si program i tillë që e përmbledh 4 vjet në një sekuencë 10 minutëshe ose 15 minutëshe. Deep Space Prishtina është në dispozicion të shkollave të Prishtinës pa pagesë, si mundësi e mirë edukimi, ndërsa qytetarit të tjerë mund të shfrytëzojnë këtë hapësirë në orët e pasditës, duke paguar për hyrje 7 euro të të rriturit, ndërsa fëmijët 3 euro. Shumë e rëndësishme është me cek që ky projekt është i zhvilluar për fëmijët e Prishtinës e para, domethënë për nxënësit e Prishtinës, dhe ne jemi tu përgatit programet për me koordinu shkollat, me i sjell nxënësit, së pari shkollat fillore, me i sjell nxënësit dhe me kriju përvojat e veta, me gjetë edhe motivin edhe inspirimin për drejtimet në cilat ata kanë me orientu në të ardhmen, përveç asaj që kanë me mësu edhe kanë me qenë edukative, ata do të kenë pa pare, nxënësat e shkollave të Prishtinës, e kanë hyrjen falas, do t'jetë 5 herë një javë, programet do t'jenë ditore, pastaj janë të rriturit programet e pasdites, të rriturit dhe njerëzit që vinë qytetarë, turistë të tjerë, ata kanë një çmim prej 7 eurosh. Fëmijët që vinë pasdite që mund mos jenë Prishtinë se janë moshën deri në 13 vjeçare, kanë 3 euro. Programet për organizimet e shkollave do t'jenë të përzgjedhura duke ju përshtatur edhe kurikulave arsimore. Programi krejt projekti është orientuar drejt edukimit. Ngritjes edukimit, futjes teknologjisë në edukim, krijimit të programeve të reja, mënyrës të re funksionimit të mësimdhënies dhe mësimdhënies. Në rast të tillë, nxënësit tonë, dhe ky investim është për nxënësit tonë të Prishtinës, e kanë në mënyrë të koordinuar. Ata duhet të marrë sigurisht të koordinuar prej drejtorisë dhe me arsimtarët e vet, me qenë edhe me pas edhe arsimtarët me qenë para përgatitëm për çka kanë me folë dhe për çka ka mu shfaq. Nuk shfaqet gjithçka për nxënësat, tjera programe do shfaqen pas ditën orare tjera për njerëzit për turistët edhe qytetarët tjerë. Ka dhe lojra. Ka dhe lojra. Ka dhe programe interaktive, ka dhe lojra, e gjithë sistemi është ndërtuar në projektor të nivelit cilësisë më të lartë që ekzistojnë momentalisht në tregjet ndërkombëtare, është i projektuar në senzora laserik që janë të instaluar poshtë që e përcjellin lëvizjet e vizitorëve mbrana dhe krijojnë interaksion mes lëvizjes së njerëzve edhe vizualizimit që shfaqet në Deep Space. Prishtina Deep Space u mundsua nga UNDP dhe Komuna e Prishtinës dhe ka kushtuar rreth 2 milion euro.